emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, Kosova pritet të mbajë rrethin e dytë të votimeve me 9 nëntor deri te kjo datë e rëndësishme për bilancin politik të subjekteve politike, rrjedhimisht për kandidatët që po garojnë për kryetar komunash. Lidershipi i subjekteve politike po druhet të dalë hapur për të bërë pakt me njëri tjetrin apo koalicione që do të mund të sigurojnë mbështetjen për njërin apo tjetrin kandidat në secilën komunë të vendit ku mbahet balotazhi. Mbi këtë proces të rëndësishëm politik edhe teme nëse vendi arrin të ketë qeveri këtë të diel, kam ftuar ish-ministrin e punëve të brendshme të PDK-s, ish-kryetarin e PDK-s, zotin Zenon Vajazili. Faleminderit Vajazili. Përshëndetje Eridi, faleminderit për ftesën. Tu referova me ish-kryetar pozicionit tashëm Vajazili në PDK. Antar. Fort nuk kam qenë karrierën time i fokusuar në pozicionet partijake. Normalisht që kam pas angazhime të delegume për partisë në institucionet e vendit tonë, në të cilat unë po besoj që jam përkushtu maksimalisht. Që prej shpalljes së pavarësisë së këtej, Kosova pritet të mbajë rrethin e dytë të votimeve me 9 nëntor. Si është bilanci për PDK-n nga rrethi i parë dhe pritet që keni për rrethin e dytë? Po menoj që ajo që duhet thuhet menoj që nuk duhet të anashkalohet në asnjë moment, është që vendi ynë tashmë po bën një traditë të mirë ose po bën një rrugtim të mirë në proceset zgjedhore, pra zgjedhje të lira demokratike, që për ambientin ton nuk është edhe aq e lehtë. Por kjo motash është te kalu, po duhet përsëritet këto, se duhet të jetë një traditë që duhet vazhdoj. Dhe në këtë fargare që nuk është ishte as pak e lehtë, as pak e parëndësishme, për faktin se Kosova është në një farë pozicioni shumë të rënduar politik. Këto zgjedhje lokale kishin fatin që t'jenë ashtu të tilla. Partia Demokratike e Kosovës është në pritshmëritë e saj, pra në me rundin kryesor të procesit zgjedhor doli se ne ishim me numrin më të madh të asamblezëve në nivel Kosove dhe është parafërsisht ai rangimi i zgjedhjeve të kaluar, pra kishim një rritje të lehtë, por rezultati përfundimtar pritet pas datës 9, ku do të përfundoj gjithë procesi dhe si thush, ai bilanci përfundimtar është me numrin e kryetarëve të komunave ose me komunat e fituara nga partitë politike dhe aty presim pashtu një rezultat të mirë, sepse kemi disa komuna në balotazh, komuna të cilat potencialisht mendojmë se do të fitohen nga Partia Demokratike ose thënë më shkurt nga kandidatët e Partisë Demokratike, që janë kandidatë të shkëlqyeshëm dhe kanë qenë jashtëzakonisht pranuar nga qytetarët këtë proces zgjedhor, i cili kishte një konkurrencë mjaft të fortë. PDK fitoi pa balotazh njërin prej komunave të mëdha. Perizajn është në balotazh në Prizren, në balotazh sikurse dhe në disa komunat të tjera. Ju tha që rrethi i dytë balotazhi dhe kryetarët do ta përcaktojnë pak a shumë fituesin e këtyre zgjedhjeve. Keni parashikueshmëri qysh tani mbi këtë rezultat, zoti Vajazili? Po menoj që po. Ato që nuk kisha dash me spekulu me këto sondazhe dhe me këto se në procese elektorale këto janë mjeti më i mirë spekulativ, po menoj që nga ato që janë opinione të hapura, të ditura, të përgjithshme, Prizreni është komune që pëlqehet kryetari aktual, që është i Partisë Demokratike, është një figurë shumë e pranueshme, qytetare, më shumë se sa partijake, është figurë qytetare, njeri
jashtëzakonisht i mirë dhe i aftë, i përgatitur për atë punë, pra presim që Prizreni tjetë prapi i Partisë Demokratike. Është një garë shumë interesante në Mitrovic, ku pa dyshim që kryetari aktual edhe kandidati jonë për kryeministër është një tashmë një figurë e njohur në Kosovë, një person që në politikën kosovare ka sjell vlera të reja, por ai ka vendosur të mos garoj dhe atje kam propozuar një kandidat të ri, i cili ishte i panjohur për shumë në Kosovë deri. Po, përveç për ne si Parti Demokratike, për gjithë tjerët ka qenë i panjohur. Në sytë e publikut, po ta. Patjetër që po, por falë kësaj mënyre se si bën zgjedhje, falë medjave këtij procesi, ai doli të tregoj, të pasqyrohet më mirë para qytetarëve të Mitrovicës dhe të Kosovës dhe mendojmë që ajo është, edhe pse është një garë e ngushtë, e mendojmë që është kandidati më i favorizuar, sepse pas gjithë këtij procesit zgjedhor të lodhshëm, është një farë pauze, është një farë kohe e reflektimit të qytetarëve, dhe si thush gara në mes tij edhe kundër kandidatit nuk do të jetë vetëm garë mes dy personash, sepse siç e dini edhe ju, atje edhe në fushatën e kaluar kishte zvarkuar gjithë qeveria për të treguar fuqinë ndaj jo ndaj kandidatit, por më shumë ndaj ose kryetarit të komunës dhe Partisë Demokratike si parti e cila në rast të suksesit... Oponenti juaj, BDE ka jetike fitore Mitrovica edhe për shkak kauzës të madhe politike që ka investuar gjatë. Dhe duket që edhe ky rezultat nuk ka përmbushur pritjet e tij, mbase ka pritur zoti Kurti që të fitoj pa balotazh në raport me investimin që ka bërë. Kjo është kauzën për, siç ka thënë, shlirimin e veriut, investimet që ka bërë atje kështu me radhë. Kjo është edhe ndoshta arsyeja se ai ka konsumuar këtë proces atje si një diçka që duhet ta tregoj krejt fuqinë e tij në raport edhe me politikat e tij me veriun, me Mitrovicën në tërësi dhe presim që e njëjta edhe më shumë të ndodhë atje. Mirë, po siç e thash, është një farë kohë e reflektimit dhe qytetarët në përgjithësi kanë filluar të reflektojnë karshi krejt politikave të qeverisë me proceset në vend, me çështjen e sigurisë, me veriun e vendit, me dialogun, dhe jam i sigurt që trendi i mbështetjes që erdhi për kandidatin e Partisë Demokratike do të vazhdoj në pjesën e balotazhit dhe mendoj bile që do të jetë në rritje, pa e neglizhu krejt këtë garë që thash do të jetë më shumë edhe politike. Presim fitoren e kandidatit tonë, Ariane, që është edhe ndoshta edhe një mënyrë, një model i ri se si duhet të përtrihet politika. Kur jemi te kjo pjesë që është jashtëzakonisht e rëndësishme, është ndoshta edhe një bravo për zotin Hamza. Kemi të pakta rastet politik, kur figura politike, ose eksponent politik, ose lider politik, trasojnë rrugën, ose hapin rrugën, ose ndihmojnë të rritë në këto përmasa që në kohë reale, kur ata janë ende aktiv, të nxjerrin figura të tilla dhe është sidomos edhe për një shembull rezultate. Është një shembull i mirë. PDK ajo që nuk ka shembuj të tillë, sepse ne pavarësisht situatave tona me ish lider tonë, leadershipi i ri ka qenë pjesë e këtyre proceseve të fundit për gjatë kohës sa kemi qeverisë. Jemi një shembull, por potencioj Mitrovica është një rast shumë i mirë, një shembull i mirë që duhet vlej edhe për ne edhe për politikën përgjithësi në Kosovë. Zoti Pajaziti, PDK do të bëj pakt koalicion me partitë të tjera për komunat ku ajo është në balotazh, ajo është në përsi, ose e dyta ta zëm. Apo këtë do t'u ale në diskrecion të vetë kandidatëve në për komuna?
do të përfshihet po. Si mendoni ju? Shiko, Si të gjykimi juaj, si do duhet të rritë? Traditën e vjetër, do më thonë. Edhe kjo ka qenë që, në fakt, na si Parti Demokratike kemi thonë në mënyrë përsëritur kur përmenë gjithmonë ato ndarjet, ato vijat e kuqe, kemi thonë qëndrimin tonë. Por se në aktualitetin e sotëm, ka diçka që i ka te kalu krejt masat e polarizime politike, jo për shkak nesh, po për shkak këtyre që janë pikërisht zotit Kurti. Dhe kjo ka ndiku tashmo edhe në pushtetin lokal. Nuk ka në pushtet lokal... Asarimi ka zbritur edhe atje. Menoj që nuk ka mo një gatishmëri që në pushtet lokal të gjenden pavarësisht, se gjithmonë në pushtet lokal kemi si thush figura të ndryshme të pëlqyra nga partit politike, të azom kemi partit vogla që majnë disa mandate pushtetin lokal, për shkak disa figurave atje. Ose edhe pavarësisht pozicionit qëndror të partive, dhe kjo ka ndikuar që në nivelin lokal të kenë dek të partive, edhe në PDK, të kenë një farë lirije që ata të vendosin, të qesin në plan të parë, si tush interesin e qytetarëve, që të mos ketë blokada, dhe ka ndodhur këto, por kësa herë nuk besoj që do të ketë ne ende nuk kemi bo një farë bilanci, se cilat parti do të shkuon, por dhe këto po i bojnë ata vetë në për teren, por fillimisht du të them që nuk ka një farë disponimi në një komunë që të hytë dikush në koalicion me... Të po i referohem rastet e Fush Kosovës, kandidatit tuaj, zotit Ternava. Nuk besoj që... Pati një takim me oponentin e ti, ishte një takim, po pasta ishte deklarata e ti edhe... Ishte një takim tjetër në ushtri, një koalicion, midis zotit Gjafer Tahiri të LDK-s që shkaktoj një shok si të tillë që u perceptua nga vetë LDK-ja, dhe kështu që, po them, në këtë kuptim, a mendoni se duhet të përfshihet qendra për të vendosur, si ta them ato vijat kuqa, për të lënë kandidatet që të operojnë politikisht të lirë dhe në vlerësime që ata kanë për të arritur fitore? Shiko, pavarësisht kësaj që edhe ti e thot tash edhe unë e përmenda këtë punën e vendimarrjes të komunat, në partitë serioze nuk është se nuk ka koordinim dhe nuk ka një proces, një zinxhiri vendimarrjes, madje i kemi të shkruara në statutet tona, pra nuk mund të bëhen të pa koordinuara. Por gjithmonë, kur ato argumentohen prej komunave, se për përfaqësuesve tanë për komuna, që mund të cenohet si tush interesi qytetar me një farloj pengimi ose blokade, kjo dhe mund të ndodhë diçka ndryshi. Po të rasti LDK-s ishte krejt diçka tjetër, se atje kishte një koalicion publik, ku kryetari partisë shkoj mori pjesë atje, dhe më shumë se sa një koalicion lokal, ajo në shikohej si një tendencë e polarizimit tjetër, i një sulmi, i një goditje të partisë në pushtet ndaj një partije tjetër e cila nuk është se pranoi të bëjë aleati saj në zgjedhjet e kaluara. Pra është tendencë e ndërhyrjeve të tilla për ta dëmtuar për proceset e ardhshme, dhe mendoj që ja ka arritur kohë gjatë. Ju e keni mbretur në gjithë këto vite që retorika, gjuma politike zotit Kurti ka goditur çdo kufi racional të komunikimit politik, rrjedhimisht ka zvarkuar lloj asarimi edhe të kandidatët garuzit për kryetar komunash të PDK-s që hezitojnë dhe të mendojnë politikisht për të afruar me VV-n, me kandidatët e tyre në këtë rast. Me thënë drejtën, përdorimi i kësaj gjuhe edhe nuk është ndër faktorët e parë, sepse si që dini në momentet caktuar në politik, nuk është edhe që se kanë lëshu gojën politikanë të ndryshëm. Por, kjo farë mënyre e polarizimit e ndarjes, ka diçka tjetër mrapa saj që nuk e lën PDK-n me qenë komod në raport me këtë sjellje politike,
për më tepër kisha me thonë në raport me këtë rrugë politike, me këtë drejtim politik I cili Kosovën po e çon në askund. Dhe kjo është më e rëndësishmja. Nuk kish me qenë fare e rëndësishme nëse një deklarim publik I këtij lideri, leadershipit vendit tonë, në këtë farë ambienti që ka kriju, kish me qenë I papërshtatshëm nëse në fakt para nesh kish me qenë një zgjidhje ideale për interesin e vendit për të ecë përpara. Por problemi është dikun tjetër, është më I thellë, më I rëndë. Një leadership I cili në rrugën e tij nuk sheh fare mundësi koordinimi, ai asnjëherë, që ka ndodhur asnjëherë në historinë e Kosovës që për procese të rëndësishme t'i ftoj të gjithë. Të flasin ta zëm për dialogun, për proceset integruese, për çështjet sigurisë e tjerë. Dhe për më tepër ky rrugtim I tij e ka çu vendin në situatë bllokatës ku të gjithë ne nëse duam, me ose pa dëshirën e tij, të shkojmë ta mbështesim ose çfarë do qoftë. Nuk mund ta nxjerrim vendin tonë, bile përkundrazi, vetëm e fillojmë. Pra, ne duhet tash ta ndrojmë kursin, rrugën, drejtimin e qeverisë tonë, vendit tonë, për me nxjerr vendin për kësaj gjendje, që s'ka qenë kurrë. Nuk e besoj që dikush e ka menu, ka paramendu, as ata që kanë votu, as ata që se kanë votu, me nxjerr vendin. Dhe ne nuk I bëjmë mirë vendit tonë. Është do t'jenë një sukses shumë unë e di që qytetarët jenë lodhë, pa qeverie, pa këto që sa që një vjetë. E shpesh herë e përfshin edhe opozitë. Edhe këta janë fajtorë, s'po e bojnë. Bile nga njerë edhe ma shumë. Por, nëse një njeri që nuk ka qenë I aftë, me gjithë këtë mbështetje politik, popullore, me bo një qeveri që se penga kush, as kuvendi, as kush. Nëse nuk ka arrit me bo miq partner, në kushte normale do t'i vardiseshin të gjithë me hynë koalicion me to. Në një mandat dytë, pas një të pari të suksesshëm, që si kishte pengu as kush. Në një situatë të tillë, nuk me një qeverisje që e ka prish relacionin me ata me cilët as nuk ishim guzu me menu më prish. Me ata me cilët kemi ardhur këtu. Me ata me cilët e kemi bon shtetin tonë, e kemi bon vizionin për të ardhmen tonë, e kemi rindërtu shtetin tonë, edhe e kemi ndërtu institucione. Është një aleancë e gjanë me cilën për herë të parë kemi arrit me u bo bashkë me ta. Dhe tash e kemi ndru kursin, dhe nuk e dim ka shkojmë, nuk e din as vetë. Dhe kjo nuk na bën neve komod që të mendojmë tash në asnjë verzion me zgjatë këtë mënyrë të. Ne as mund ta ndryshojmë. Ne kemi thonë publikisht. Kjo nuk është rruga. Rruga është tjetër. Madje kemi ofru bashkëpunim për çështjet të tilla që I përmenda më herët. Ky leadership duhet mu ndryshu dhe mendoj që nuk duhet qytetarët sa më shpejt që ta kuptojnë këto është më mirë. Është në dorën e qytetarëve në zgjedhjet që do të vinë. Edhe këto lokale me dimensionu këtë format politik që është, po edhe ato qendrore që janë të pashmangshme. Që të ndryshohet kjo kërkohet dhe një betejë politike që në gjithë këto vite, 5 ditë duket që ka qenë shumë në horizont kjo betejë politike e oponentëve të Kurtit, e ish opozitës së drejtshme. Të dielën ku vendi do të mlidhet për t'i dhënë ose jo votbesimin qeverisë Kurti. Ende nuk ka në horizont asnjë indikacion që Kurti do t'i ketë numrat, mbasi mund t'i ketë nesër pas nesër, por aktualisht nuk po shihet. Ju si e shihni? Të mundshme një qeveri Kurti 3? Është e papame kjo situatë, Ridvan, nuk është e pabesueshme. Me të vërtetë është e pabesueshme. Tash rezultati I fundit zgjedhor e ka nxjerrë të parin. Dhe ai
legitimitetin e tij për me qenë kështu, e sheh me çato vota. Ndërkohë që na kemi kushtetut, ndërkohë që kushtetuta jon ka rëzu president, ndërkohë që kushtetuta jon ka qenë e respektuar në cilën do verzion, nga cila do qeveri ose lider politik që është dash me bo qeveri me koalicione, me respektu. Dhe ky se ka respektu. Gjykata kushtetuese tanë kohën ka punu për me identifiku, me tregu shkeljet e tij. Dhe kemi anë këtë situatë kur ai në vend se sot do të ishte në takime intenzive me të tjerët në politikë, me partit tjera, me bisedu. Si ka mundësi? Me juve nuk dëshiron të bisedoj fare, vetëm me LDK-n. Po edhe me ta s'ka qenë, edhe për me qenë i sinqert. As me ta s'ka qenë. Edhe s'ka qenë për me bisedu, ka qenë për me ashtu, për me bo diçka që me prish, me i marrë, do me bo vetë. S'ka qenë. Nuk është i sinqert Kurti, as me LDK. Fare. Vjen keq që ata s'dija kanë tregu krejt këtë, janë mundu me siguri. Por, në këtë situatë, kur ai ignoron krejt këto, ignoron kushtetutshmërinë e vendit, edhe sillet si patroni i një kompanie të vet, në ndërkohë kur na jemi tu zbraz, kur na jemi tu dëmtu ekonomikisht, kur na jemi tu izolu politikisht prej botës dhe ku rreth nesh ka plot rreziqe të sigurisë dhe të cilat e cenojnë edhe të armën tonë. Një person ma të papërgjegjshëm në skenën politike të Kosovës nuk ka pas deri tash. Fatkeqësisht ky është lideri i cili është më i votuar deri tash. Kjo është situata te ne. Shpesh herë edhe ne mund ta ndryshon të rezultat një betejë më rrezikshme. Unë mendoj E që leadershipit edhe të PDK-s edhe të LDK-s e kështu me radhë, një përballje më fort mbase në parlament që edhe qytetari të ju shoh se po i bëni karshillak si duhet. Shiko, a e keni vrejt për një mandat të qeverisës? Unë edhe njerë për përsëris ka pas vrejtjet mëdha për opozitën edhe për mënyrën. Agenda politike e tij asnjëherë nuk është orientuar në si thush në agenda politike zhvillimore ekonomike. Asnjëherë. Secilën herë që ka pas një diçka të tillë, ai ose ka abstenu ose ka sjell një temë të veriut. Domethënë, absolutisht agenda e tij nuk ka qenë zhvillimore. Domethënë, nuk ka qenë E çlirova veriun, po thot, krye kauza ti veriu. E ka çliru veriun prej kujt, edhe e ka izolu Kosovën në përmasat që s'ka qenë kur ma përpara. Pra, kauza e tij ka qenë jo popullore me folna për këtë punë, për shkaqet që dihen, sepse njerëz që shohin prej Prishtine, ju pëlqen më shumë një Mitrovic ku nuk është ata kriminalët atje dhe policët tanë janë më të pranishëm atje. Nuk duhet më mohu asnjë lloj përpjekje për vënien e ligjshmërisë në atë vend. Në veri kemi pas për herë problem me krimin. Asnjëherë s'kemi qenë edhe tash e gjithmonë. Por fokusi i krejt politikës vendore në nxjerrjen e një rezultati i cili nga partnerët tanë kërkojë të bëjë në formë graduale tu e instalu komunitetin sërb në instituciona atje, dhe jo pa ta, për me bo sundimin e ligjit të plot atje, ky e bën një shpejt i cili rezultoi me nxjerrjen e tyre nga sistemi dhe prishjen e këtij raporte me partnerët tanë. Në fund të kemi një rezultat në cilin nëse Kosova ndron kursin e vet, mund të konsiderohet i suksesshëm. Pra nëse Kosova ndron kursin e vet dhe hyn proceset integruese me premtimet që i merr në procesin e dialogut, atje mund të vendoset rendi dhe ligji dhe Kosova mund të ecë përpara pa i
hapur një diçka që mund ta pengoj matutje me konflikte në procesin e dialogut. Në të kundërtën, qytetarët atje janë të përjashtuar dhe ata qytetarë që na kemi synu me i kthy ka institucionet tona, ka institucionet e tyre, pra institucionet e tyre tona me qenë për gjithë qytetarët, e ka bo një farë kufinit të cilin, si të thush, nuk e di unë se si do t'jetë më tutje. Pra, na e kemi listën sërbska atje, e cila gjithmonë ka qenë e orientuar me Beogradin. E ka instalu Beogradi, por gjithmonë ne kemi punu që komuniteti sërb atje të jetë mas hyqel në raport me interesat e veta për facimin e tyre. Dhe në vend se dej tash të ishte shpërbon kjo, të keshim ma shumë parti politike atje, që normal do t'ishtë dasht me ndonë, na kemi një, si tush, betonim për shkak të politikave të Prishtinës që kanë qenë dhe mbeten të tilla. Po thëmë edhe njerë politika Veriut na ka kthy krejt mandatin e ti, dhe prandaj qytetarët e kanë pasi një diçka që ma shumë është të rëndësishme siguria dhe diçka e ti. Kur ti kishte kauz, po PDK e tjera, çfarë kauze kishin? Shiko, me vend, pa vende drejte, pa drejt. Për PDK-n, ka qenë në mbetet e pa moralshme, me abuzu, edhe me çështjet pa vërteta rreth asaj. Dole sikur ne e qumë flamurin, nuk është ashtu. Edhe ti Ridvanie Gastar me përvojë dhe i ke përcjell atë kohë. Ne, kur pas shpalljes pavarësisë, edhe unë këm pas fatin tim, si ministri i Brendshëm, e kemi qu institucionet tona ati, me dogana, me gjykata, me polici, me zyrat gjendjes civile, me dokumenta tona, me vështërsi, por kemi pas një strategji të qartë, bashkë me partner tonë, që nuk e dëmton procesin e dialogut dhe që për një periudhë, ata qytetarë i bënë që jenë të integruar në institucionet tona. Edhe kemi vizitua atje, pa kamera, pa ato uniformat e këtyre Nuk e bërë foto. Që përbojnë filma. Kemi dale, kemi ece, kemi pa, i kemi qu ato institucione, i kemi qu flamujt, i kemi po. Edhe kemi pas, po ashtu, në prioritet, me luftu krimin në mënyrë graduale, një krimi cili vazhdimisht është kondicionu, është mbështet prej Beogradit. Ose figurat të tilla kanë qenë të lidhura me politikën e Beogradit. Po për më tepër edhe njerë, nuk e meriton Kosova që me të tilla mënyra të abuzohet pastaj veni këtu, të mos zhvillohet veni, të ketë krim, të ketë korupcion. Në më thonë, kemi pa aftësi të skajshme të këtij leadershipi me i funksionalizu institucionet. Nuk ka bërd të pavarur që atëherë kemi qenë ne të kritikuar për disa veprimet që më shumë ka qenë për i papërvojës tonë. Nuk ka as një bërd të pavarur që nuk është i kapur nga partia në pushtet. As një. Nuk ka, as njëherë nuk ka ndodhur me pas afera korruptive në përmasa çfarë kanë këta. Nuk qeverisi me duar të pasur të thu, zoti Kurti. Prandaj edhe po them, është i zhytur në krim me korrupsion. Nuk ka që, shikoni, kryeministri ka një kërkesë, ka pasur një ftesë të shkojë në prokurori për dhënë një deklaratë për një nga aferat më serioze që janë. Edhe unë mendoj që drejtësia nuk duhet të friksohet, nuk e di ku është krejt situata se nuk e marr ato. Po jep shanja friksimi, thu Aziti. Po bën kompromis me Kurtin, thu në mënyrës tjetër. Unë nuk guxoj Kurtin. Po a do donë këtë? Ke këtë lloj dyshimi? Kurti vazhdimisht ka sulmuar drejtësinë. Më shumë sulmoj drejtësinë se sa bëri betejë politike me ju, zoti Fajzi. Statistikisht. Kryeministri dhe ministra e drejtësisë, drejt për drejt, domethënë persona që janë të thirrur të krijojnë kushtet e nevojshme, hapësirën, infrastrukturën e nevojshme për reforma të mëtutjeshme në drejtësi, në cilat
janë thirrë edhe ata se kur të vinë pushtet aty bën. Asnjë prej atyre që janë thirrë këta, me këtë mënyrë ciljes nuk po e lejojnë me bë. Luftimi i krimit e korrupsionit nuk bëhet prej kryeministrit, bëhet kur kryeministri, kur qeveria krijon hapësirën e nevojshme të mirë, të mjaftueshme, mbështetjen edhe politike edhe ligjore, që sundimi i ligjit, që është segmenti i pavarur, ta kryej punën e tij si duhet. Dhe askush pastaj të mos jetë mbi ligjin. Ky e ka barikadu. Edhe unë do ta luftoj krimin dhe korrupsionin, po shikoni ma herët çka kanë bë. Ky është kryeministri. Taktike Kurtit për të parandaluar insistimin e prokurorisë, institucion zbatues të ligjit, që ata ta kryjnë punën e tyre, duket që po aludoni paraziti në një konstatim situate që prokuroria nuk e kreu apo nuk e kryen punën si duhet. Po prandaj është Po aludoni në këtë? patjetër që po. Edhe se kanë shef, nuk ka pas një diçka që nuk ka qenë ta zonë si në praktika dhem tash, ju e keni vrejt. Ka ardhur një raport ta zomi që kemi quajtur na raporti i progresit, të raporti vjetor i progresit, dhe janë shpalos zakonisht mediat i kanë shpalos ato të gjeturat që janë. Edhe kemi pas një farë serioziteti në trajtimin e tyre, kanë qenë tema serioze, ta zonë që kanë bërë edhe me sundimin e ligjit, po çështje të tjera të caktuara. Fjala sundimi i ligjit në një çështje. Fare, nuk është ajo që po duhet të them, nuk ka diçka, asnjë raport zyrtar, asnjë institucion i caktuar, asnjë lider i shteteve partner që kanë ndikuar që këta të ndrojnë kursin në raport me sundimin e ligjit. Fare. Presion i vazhdueshëm. Dha rezultat ky presion i Kurtit ndaj sistemit drejtësisë? Sipas jush? Po, personalisht duke i bërë prokurorët të kenë ndrojtjen në mënyrë se tjetër, të tërhiqen pak a shumë nga insistimi i tyre që zbatojnë ligjin. Personalisht mendoj nuk duhet tash është një segment që pavarësisht që na jemi në opozitë, është më lehtë me i thonë, po mendoj që si politikan është mirë me pas kujdes në raport me institucionet që janë më të ndihshme, po ajo çka për me bo më të matshme. Shikoni disa prej rasteve të cilat kanë qenë të pasqyruar pe mediave, pe rasteve të rona. Përveç këtij të kekut që është në proces, ta zonë të rezerva shtetënore kanë qenë të publikume faktet, edhe deklaratat, edhe argumentat që janë sjell, dhe përpos asaj që janë thirrë me u intervistu, nuk kemi një diçka të nxjerrë, të paktën publikisht, sikur për media, sikur për këtë pjesë, edhe për që e demanton këto. Ju keni pritur me sa po e shoh që prokuroria të jetë në insistuese në zbatim të procedurës së ndjekjes penale. Patjetër që po, shiko. Paramendoni ju një situatë ku do të kishim pas një rezistencë që po e lëm tash që prokurorinë speciale dhe rastin e tij. Një situatë të një opinioni të dhënë nga gjykata kushtetuese për një nga ish presidentët. Çfarë situate do të ishte nëse një eksponent politik nuk do të respektonte kushtetueshmërisë ose ligjshmërinë e vet. Partia Kurdi do të mbushte sheshet në një rast të tillë. Patjetër se po. Ata erdhen me këto kauza për në pushtet. Edhe tash kemi një blokim total. Pra, në vend se kryeministri ditën që do të aftonin me dhënë një deklarat, pavarësisht se nga ai deklarim do të konstatatohet se është i përfshim ose jo ai. Dëshmitarë si dëshuar, po. Nëse kjo frikë është e tij edhe nga ato që kemi pa nëpër media, del se edhe nga ato që shihet në profilin e asaj ministres që është, del që gjithçka që është bërë me ata persona është në lidhje drejt për drejt kryeministri. Por, nëse kryeministri do të shkonte
do të ishte shembull i mirë i respektimit të ligjit ose sundimit ligjit përgjithësi. Në të kundërtën, Mbështetësit e tij e trajtuan si përpjekje heroike për të mos u përballur me institucionet siç quajnë të ish regjimit ose regjimeve. kjo do ta bëjë më të Ky vështirë. fjalor duket jetë shumë i rëndë për institucionet. Personalisht e shoh që do të jetë më e vështirë vetëm procesi i largimit të tij nga pushteti. I zëshëm sipas jush. Shiko, E shihni të vështirë largimin me mjetet demokratike, nëse kisha me menu me formulu një farë, cila do t'jetë sfida kryesore. Para nesh, unë mendoj sfida kryesore, e cila mendoj që do t'arrihet, për këtë vend është me bo një tranzicion normal, të lehtë. është problem të bëj tranzicion Unë normal, mendoj që demokratik. është sfidë, unë thashe, e mendoj si sfidën kryesore. Nga fakti se Kurti mund të rezistojë të mos Nuk e lëshoj shoh pushtetin. Kurtin, nuk e shoh Kurtin t'ja jap dorën atij që do të jetë kryeminist, dorën zemër, nuk besoj që do të ndodhë, por mendoj që ka një pjekuri politike edhe gjithandej, po edhe qytetarët e Kosovës tash kanë bërë një pjekuri politike të mirë, nuk besoj që do të manipulohet njerëz që të bëjnë një diçka të tillë, as t'ju shkoj mendja një diçka të tillë. Pra, kjo mënyrë, siç e tham, e populizmit të tij ka me sjell telashe në procesin e tranzicionit. Nuk lëshon zyrët, do të thoni, edhe po bëri dikush tjetër fitore, po bëri koalicion demokratik, siç një praktika jonë parlamentare. Dyshoni që Kurti nuk lëshon zyrët. Jo, mendoj që shiko, është kur po them është sfiduese, po them që momente elektorale të tilla të vendimeve politike do t'i shfrytëzoj këto për skena e tjerë, por procesi i arshëm zgjedhor, kurdo që vjen, do t'imponohet. Nuk jo shumë për ka pjekuria jonë që sa që e bom namin edhe në këtë periull me bo një veprim shumë të pjekur, por është në maturim e sipër, menoj që kurdo që mbahen këto zgjedhje, qoftë në nëntor, në dhjetor, ose që po shihet Jeni se të po bindur vinë. që vendi do të mbajë zgjedhje të Unë mendoj që parakoshme do të vitë parlamentare. një koalicion, i cili do të nxjerrë do të pensionoj zotin Kurti, dhe menoj që ky do të jetë rasti ku nuk do të ketë kurmo, ose të paktën do të jetë një mësim që kurmo në skenën politike kosovare një mendësi të tillë qeverisë. Një person i cili me shumicën absolute nuk arrin me bo një shaj në zhvillimin e vendit, ose një diçka që si tush të bëhej mend për njerëz që jetojnë me vështirësi për ditë, mendoj që nuk duhet të kthehet. Po dhe për ma Po tepër, paralajmëron pensionimin politik të Kurtit. unë nuk mendoj që qytetarët e Kosovës do të votojnë më ndonjëherë një mendësi të tillë, jo mo zotin Kurti. Mendoj që zgjedhjet e ardhshme politike do ta nxjerrin përfundimisht nga loja Albin Kurti. Nuk do të ketë Kurti tre të dielën. Jeni i bindur në këtë? Mendoj që gjithë ata që sot po e diskutojnë me dyshim brenda vetëvendosjes, kursin aktual të vetëvendosjes, nuk do të pranojnë kur mo të ecin me ta. Dhe unë mendoj që ka shumë për tyne. Brenda VV-s ka Brenda. zëra që dallojnë Pa tjetër dhe që nuk pajtohen me kursin politik që të Pa tjetër Kurtit. që po. Ka shumë tema brenda tyre që njerëz e tyre nuk pajtohen me të. Ke bashkënda këto diskutime me ta? Po menoj ata që kanë qenë ma të guximshëm nuk janë mu aty, nuk duhet të them, po brenda kem miq që na thonë që brenda tyne ka plot që në një mënyrë ose një tjetër nuk pajtohen me ta. Unë nuk po flas për ata që i ka ekip të vetën brenda, me cilët nuk bën një farë mënyre, për një diçka që duhet të thuhet. Albin Kurti nuk ka fare bashkëpunëtor, është një autokrat i llojit të vet.
politika e Kosovës është e centralizuar vetëm në Albin Kurti. Pse? Ai po merr vendime Po pikërisht. pa heziti. S'ka askush Në Kosovë, mirë e keq, në sy të jashtëm po shihet një lider që po merr vendime, me gjithë këto konsekwenca për Kosovën si shtetë marrëdhënie ndërkombëtare. Cilat vendime i morri? Vendime po merr ai. Me fut Kosovën në sanksione, me ndal, me pezullu një dialog strategjik me Shtetet Bashkuara i menduar që të nisë në bazë shpejt, një instrument shumë i rëndësishëm, dhe SHBA ishte shqetësuar me retorikën dhe gjuhën e sjelljen e zotit Kurti me sulme që ai po i bën gjykatës kushtetuese taksativisht sistemin drejtësisë. Pikrisht, edhe kjo është, domethënë ajo që Për te këtyre, gjitha këto veprime nga mbështetësit e Kurtit, po lavruam rrjetet sociale, gjitha këto veprime nga mbështetësit e tij po shihen si heroizëm, një karqillak i duhur i Kosovës që po bën edhe shteteve perëndimore, po i jep dignitet Kosovës, sovranitet e të tjera të tjera. është abuzu shumë me pozitën e kryeministrit, është abuzu shumë me infrastrukturën e fuqinë që i jep ky shtet i ri demokratik nga një njeri që nuk i ka njohur fare, që nuk ka pas asnjë lloj sensi ndjesie për të. Dhe kjo është për keqardhje. Nuk ka pas sens për Kosovën, thu Kurti? Fare. Nuk është e pabesueshme kjo, edhe që po e them, por Po mbajti burg, ishte burg për Kosovën. unë flas për shtetin e Kosovës, Po. që ju e dini tash, ai erdhi në skenën politike me idenë e bashkimit kombëtar. Apo, ana është koha mu bashku, shqiptarët. Një ondër të cilën e kemi gjithë ne, pej gjyshërve, baballarve. E pastaj kur erdhin në pushtet, një shtet të konsoliduar, të cilin e quante ai të dështuar, edhe Beogradi në atë kohë, një shtet të konsoliduar dhe të pranuar ndërkombëtarisht, si sublimimi i sakrificave dhe i gjakut të shumë brezave, ai pastaj nuk pati fare durimin dhe dëshiren të bashkëpunoj me Shqipërinë. Jo më të flas për bashkimin kombëtar, po për agjendat ditore politike të cilat kanë qenë të koordinume që ka herë. Një polemikë e tillë ndodhet në praktikë një protestë në mbështetjet e shkretëve të UÇK-s në Tiranë. Po, ajo që do është në tonë shumë për keqardhje. Kjo nuk e ka atë ndjesi, nuk e ka tregu. Do ta kishte mundësinë brillante ky njeri Që të mbaj mend për gjithçka. për Rambëjes mund të mbaj mend, për shpalljet e pavarësisë Kosovës nuk mund të mbaj. Këto ngjarje monumentale të mëdha Ky është i historike. gabimi i tij. Për bisedimet e Vjenës nuk mund të mbahet mend, në kuptimin se nuk ishte i përfshirë fare. Po ky është i gabimi i tij, se pastaj tendenca për të qenë figurë historike, duke u krahasu me të kaluar, ose duke mohu, ose godit të kaluar, po. relativizuar rëndësinë aty në proceseve, edhe duke polarizu qytetarët, Mbi atë trashëgimi historike, karshi asaj trashëgimie politike që po thuti, për me marrë mbështetës, për me u duk njerëz që me këto janë ma relevant edhe për të kaluar. Si mund ta bëjë një lider sot histori në rrethonat e sotme të Po Kosovës? shiko, ne nuk e bëmë. Si mund të hyjë në histori, me cilat lloj vendime? Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë edhe beso, po ta them. E kam pas ndëgju kur i fitoj zgjedhjet në një prej aty në mitingjeve populliste. Po. E kam pas ndëgju një diçka të mirë dhe unë e kam pas menduar që kjo është rruga që me thonë drejtën, për partinë time do të ishte e vështirë pastaj të rikthehet për ne gjithë si opozit, por për Kosovën do të ishte mirë. Se tha ndau venin si thush në 3 etapa, që ishte rëndom e kuptueshme kjo, në etapën e rezistencës paqësore me Ibrahim Rugovën, në etapën tjetër të luftës e Adem Jasharin, pa e përmend se ky nuk janë njeh kontributin Hashim Thaqit e sën, me
shpalljen e Nuk është më pavarësisë. si janë një historia. Po ta them deklaratën e tij. Dhe Shpalljen e pavarësisë dhe tha, kjo tjetra tha jam unë, tha. Erdha unë, që erdhi ai, dhe tha do ta bëjmë Kosovën, da integroje, do ta çoj përpara, pa krem, pa ato, duke bukur. Bile, nuk është as pak pesh e lehtë, pavarësisht që nuk ka luftë, ose nuk është një fazë ke tjetër, me marrë vendin e me parafru drejt një pozicioni ku do të sigurohen brezat të tërë të shqiptarëve si tush për rrugtimin e matutjeshëm. Që nënkupton një shtet të mirë, të drejtë, të lirë, demokratik, me politika të avancuara për edukimin, për shëndetësinë, me një qëndrim korrekt ndaj vlerave të luftës dhe drejtuesve të luftës që po mbahen atje, vendime të mira në përputhje me ato që i kishte thënë për sa i përket gjykatës së Hagës dhe asaj çka po ndodh atje, një koordinim të plot të politikës së jashtme me Shqipërinë dhe me partnerët, sidomos BE-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fokusim në vepra brenda infrastrukturë dhe zhvillim ekonomik, mrekullitë. Këto do ta bënin një lider që do të mbajë mend. Patjetër që po. Patjetër, mendoj që po. Kush do që të ishte ai? Kush do? Sepse ne dolëm të dërmuar pas krejt tyne proceseve dhe ne me gjithë këto arritëm të fokusohemi në zhvillim, në infrastrukturë, në partneritet, me gjitha këto që i kemi. Keni ndjek këtë kurs, kjo është e vërteta, po. Por, si tush, ndryshimi ishte i kërkohej nga qytetarët. Kërkohej, ishte demokraci. Dhe ky që erdhi, mund të merrte një model të ri të këtij procesi, duke kyç një gjenerat krejtësisht të re, duke, si thush, bardh me veti vlerat më të mira, do të krijonte një identitet të ri politik, i cili ishte lehtë i mundur. Nga artikulimi formal duke që kishte vizion Kurti, por në shembujt në terren. Unë thash idealin. Po. Nëse ai, unë po flas për një deklarat pas zgjedhjeve. As një deklarat, as para miqve, as para kundërshtarëve, ai nuk e zbatoi. Fare. Merre, shiko gjithçka që bën ai dhe deklaratat e tij. Unë ka njerë bëj shaka me... Kurti kundër Kurtit tu? Pa tjetër që po. Unë ka njerë bëj shaka me shtemim. Qka duhet me bo opozita? As gjo, veç me marë, me shiku qa ka thonë për qëtë fenomen a i ma herët. Njejt, fare, për të gjitha. Që tash, s'po i bon qeverin, a din atëherë si na akuzon të ne. Se nuk jemi na sistem presidencial, jemi sistem parlamentar. Lëshoni rrugë, po nuk arrite. Kështu thështë. Hap krahun që japojnë këta Fare, qeverit. në të gjitha, bashkë në të gjitha. Nuk ka një konsekuencë në diçka. Konstatimi i problemeve, a duhet ta mjaftoj një parti çfarë është PDK-ja si të qoftë, të mbetet në vetëm në konkludime, në konstatime situata, apo të marrë për shembull veprime. Jo, shiko, duhet të e di që janë, na e kuptojmë edhe Cilën zgjidhje inkurajon politikisht për Kosovën tash e tutje? Një proces i parakohshëm zgjedhor, një pak koalicioni midis opozitës zor i arritshëm si do të qoftë, zor i arritshëm, apo një qeveri të llojit teknik siç ka propozuar Kurti, mbarojmë shpejt i votojmë disa ligje, votojmë buxhetin, apo një qeveri të modelit të gjerë unitet politik, siç ka propozuar. Jo, unë mendoj që janë para nesh janë të pashmangshme zgjedhjet. Përfundimisht. Patjetër që po. Nëse vend normal, nuk do të përjashtohet mundësia një farë tranzicioni diçka, por nuk bëhet me tranzicion nuk munde me do ta shohësh që do të kemi telash. Edhe nëse do të ketë një farë marrëveshje, jo, po një farë situate ku nuk përjashtohen zgjedhjet, sepse anej do të shkohet. Edhe nëse do të kemi një farë tendence që të paktën ky parlament, që s'u bë kurrë me Dim Albashën, të paktën të votoj
diçka që do të duhet për interesin vital të funksionimit normal të vendit, si që buxheti. Po. Unë mendoj që edhe këtu do të kemi sfida të lashe me këta. Do më thonë, nuk ka, asnjëherë nuk ka ndodhur Kosova me pas vështërsi në koordinim, komunikim normal për interesat vendit sa me këtë parti politike që sot do të heq vendit. Zgjedhjet janë zgjidhje reale, E pashmangshme reale. politike për Kosovën sot. Po, dhe mendoj që partitë politike që janë sot do opozit, duhet të punojnë shumë. Na si Partitë Demokratike besoj që do ta kemi atë si thush edhe përgjegjësinë me qenë parti kryesore opozitare, por do të jemi shumë të hapur me të tjerët që të krijojmë vendit një koalicion qeverisës. Është gënjur se për ju që megjithatë opozita nuk e bindje e drejtgjeshme PDK, LDK dhe të tjerët, nuk arritën ta bindin publikun e gjerë se nëse Kurti nuk do të mund ta bënte qeverinë ta zëm, opsion real do të ishte opozita, opcioni alternativa anti-Kurtit që burë nga ish opozita. Është gënjur se për ju që kjo nuk ndodhi? Shiko, nuk është se erdhi që ajo pikë që të na sfidoj deri në atë mos. Jo, po nuk ishte as indikator. Po nuk është e pamundur që të na vijë së shpejti. Edhe gjatë kësaj. Kështu që nuk kisha dashur me nuk do të thotë që s'ndodhi tani, e të mos ndodh. Mos ndodh prapë. Po. Por ka pas të përpjekje për na brenda partisë, e kemi kemi nxjerrë këtë edhe kemi kërku edhe për leadershipit tonë, për zotit Krasniqi. Opozita në shikimin e madh pa zgjidhje nuk arriti ta bind opinionin, qytetarin, se po nuk e bëri Kurti qeverinë, Kosova do të ketë qeveri me opcionin besi që thot kushtetuta dhe ligjet, mjedisi praktikat parlamentare, një qeveri të ish opozitës. Po, prandaj, shiko, ka qenë edhe një farë tendence, shiko, jemi mësu në tash. Se është normale, nëse i pari nuk e bën, e bën. Pa dashi për ju them, tash, në Partinë Demokratike, qytetarët e kanë pa ma herët si ka funksionu Hashim Thaçi, më vonë si ka funksionu Kadri Veseli. E në këtë periudën, tash ku na kemi një leadership tri, ka pas ato tendencat që edhe brenda këtij komunitetit opozitës me shfaq liderizëm, si thush. Ta zom, hala pa po asnjë iniciativë, nëse ju kujtohet, për me bo diçka, për me ul me pi kafe, kemi pas një kërkesë publike të zotit Haradinaj për një diçka, për një opcion. Pa një farë tendence që, nuk janë më do lider që kanë qenë, po tash jemi na, shiko, t'jesh i sigur që në PDK është po ai racionalizëm që ka qenë edhe më përpara dhe ka qenë i përpjekje për me u taku edhe me. Te LDK-ja ka qenë një paka shumë Që avit haliti një figurë dhe një orë, tha një deklaratë të fortë. Tha, kush do që jep botën për vëvën, kush do zyrtar të preashtohet. Ajo s'diskutohet mo, se menoj që është mo në diskutim. E pa da fjallën të pyetja jote e ma ershme që opozita... Po, në kontekst të lidha si pyetje, Pazitë, po. Tendenca e partive që të nxjerrin diçka pak më shumë të liderizmin këtë fazë ku jemi të cënum nga ky lloj leadershipit. Në shikimin tuaj, Pazitë, a pati as pati vullnet real nga Abdigjiku, nga Krasniqi, që të bëhet një pakt opozitar për ta qeverisur Kosovën, nëse... Unë, shiko, nuk po flasë për Abdigjiku, nuk është nga ajo që po shohim, nuk po shihet ky bilans i vullnetit politik. Menoj që ka pas nga ona jonë vullnet politik, edhe ka pas kërkesë, ti je i sigurt që ka pas kërkesë. PDK kishte vullnet? Kishte vullnet. Abdigjiku vendosi një kush, një qeveri të gjerë. Ishte një qëndrim pak më ndryshe i Abdigjikut. S'po duhet tashme, neve na duhet me i dhonë kohë Abdigjikut edhe krejt partive opozitare që më u rikthyn pikën ku dum. Ajo pikë ku dum është një koalicion i fuqishëm, i cili Kosovën i duhet Kosovës gati se në atë kohë kur ne kemi bo veprimet pe
me LDK-n, sikur me shpalljen e pavarësisë, ato veprime para shpalljes pavarësisë në Vjenë. Kemi qu disa procese që janë historike, të cilat nuk është që janë të atyne për masave, por të e pa rrezikun e izolimit Kosovës, gati i mbrin ato për masa. Kështu që neve na duhet... Pe prit një momentin, për t'i dhënë shans një formule koalicioni... Tashmo s'ka, Ridvan, tashmo nuk jemi në kalkulime të koalicioneve. Tash jemi në fokus të zgjedhjeve. Zgjedhjet dhe vetëm zgjedhjet? Vetëm zgjedhje. Zgjedhje, Po diskutoni për lista pajaziti, apo herët është lista kandidatër të votet? Jo, është tash. Jemi të fokusuar veç në zgjedhje lokale tash. Me nxjerr me këtë frymën e ndryshimit me vazhdu. Domethënë, nëse kjo parti është të ra, partitë opozitare janë të rrit dhe kjo duhet me vazhdu dhe në zgjedhjet qendrore. Në zgjedhjet qendrore duhet me ul patjetër. Na kemi qef me fitu vetë. Natyrisht. Si është një fitore në Ramiz Ladrovcit? Kryetari i Ferizaj tha që është aset i PDK-s, shit një fërkim dhe polemik me leadershipin e tashëm, udhëheqjen e tashme të PDK-s. Po shiko, nuk isha dashur. Sa është një personalisht si politikan, të rëndësishëm, një reflektim nëse mund thuhet një reflektim nga njëri ose pala tjetër, nga ata që morën vendim objektivisht, nga zoti Krasniqi. Shiko, është tash kjo ka dalë. Drenasi është një pasioneve. Ky debati për drenasin ka dalë për te i këtyne... U shtru në debat nacional, Po, muhabeteve adin të brendshme partijake legale, procedurave. E para, procesi i nominimit të kryetarëve është një proces në parti të ndryshme që shkon ashtu. Tash, dorën zemër, kemi pas vështërsi edhe po ma të heret. ishte ju kryetari PDK-s, a do të vepronit njëjtë sikurse që veproi Memli Krasniqi? Nuk e di, nuk besoj që unë kam qenë i thtarë që nominimi i kryetarëve të komunave me përfundu në për komuna. Mos me arë, gjithmonë kam qenë, e kam thonë edhe publikisht. Diskrecion të tyre. Mos me arë, mirë po, është let me folë, mos kafshin kurën e ati që i ka 2-3 propozime edhe atje s'kryen qysh duhet me kry. Ka një mënyrë në cilën ti duhesh me mbyll ato. A është drenasi i rëndësishëm për... Po, shumë i rëndësishëm. Shumë është i rëndësishëm. Drenasi e të gjitha komunat. Po ne i patëm pastaj... Po flas për një bastion që humbi objektivisht. Shiko, ne i kishëm dy raste. Nuk ishte... A është një Ramiz Ladrovci në PDK? Po është pyetja ma shumë Ramiz Ladrovcit, a do të Jo si është tjetaj. Po menoj që po, Ramiz Ladrovci edhe pse ka lëviz në për parti, ka qenë njerë pjesë e aleancës, ka ardhë, ka punu në qeverin tonë, masi kemi shpallë pavarësin. Unë besoj që ma shumë se sa është pjesë e PDK-s, Ramiz Ladrovci ka pas interes më po kryetari komunës, se sa kjo pjesë tjetër. Menoj që duhet me pas se cili eksponent politik, partijak, që ka përvojën e pjekurin e zotit Ladrovci, duhet me pas parasysh interesin ton të përgjithshëm ma shumë se sa individual. Edhe unë këm pas në ashta qef me ngull kom dikune me mani dikuni mandat tjetër e me po qështu me si tush nuk e kom dzirë vetën me ato situata nuk e kom dzirë vetën në plan pak ka shumë një përballur dhe jo. Pa tjetër që po menoj që është legjitime kjo si ka ndodhur atje. Zotit Ladrovci ma shumë se sa është në PDK as është, menoj është në interes a ka me punu mirë për drenasa jo. Nëse punon mirë e votojnë qytetarët, nëse s'punon mirë se votojnë, dhe kjo është më e rëndësishme. Sistemi jonë zgjedhor... Po bëm pak politik me formulim. E drejta juaja, pajaziti. Shiko... Agimaliu një fitu si zgjedhëm në Ferizaj. Tha taksativisht, ajo është aset i PDK-s. Po është deklarate e zotit Aliu, po e kuptoj që. Unë zotin, për me konë ma i sinqert, në zotin Ladrovci e një prej vitesh, para... na lidh diçka që është me familjet tona, ma ere, thonë, kom miqësi të hershme. Nuk plot pejnesh, për me qenë hala ma transparentse. Ti që jemi në PDK, kemi qenë të rezervum
me shpreh qëndrimet tona edhe për shkak të njohjeve tona të mëhershme në rrethana të tjera. Një konsideratë dënshme, edhe ndaj një vendimi të partisë, mase edhe ndaj një... Patjetër që po, por kur vjen pyetje vendimi i partisë, normal që unë jap përparësi vendimit të partisë, sepse jo për shkak zotit Ladroç, por për shkak se vetë nuk e bëj. Edhe në pozicion tam kur ko marrë, çat moment që ti jesh pjesë e partisë, ti duhesh me u subordinu, me u koordinu me diçka që ke pranuar ti aty me qenë. Që në rastin jo me qëndru indiferent nga llogarinonja për shembull. Unë zotit Ladroçi i kom ndihmu herë, kom qenë fushat zotit Ladroçi, fushatën e kalume, kur atje janë parti, një grup i partisë kanë bërë një listë vetën. Po. Dhe na kemi polemika, tensione ka pasur gjithë ndër nas, për të qenë të saktë. Dhe në të kaluarën, po janë mirë menaxhuar disi. Po, edhe menoj që nuk është, duhet të mësohemi edhe në këto situatë. Në një situatë të tilla kemi pas. U bë temë nacionale dhe nasi përballja. Shikon, na jemi parti e madhe. Dorën zemër. Na kemi pas edhe rastin e aty në zgjedhjeve në Skënderaj. Edenti, kur atëherë... Bekim Jashari. Dhe kishim atëherë, për kundër krejt, që nuk ishtë bëj fare Bekim Jashari me PDK-n, qa kishim vendosur ne, atë në atë kohë zoti Veseli, Kadri Veseli ka qenë kryetari i partisë, kishim vendos që të mos kem një kandidat PDK-s, po kandidati PDK-s t'jetë pikërisht Bekim Jashari. Dhe më thonë, ka pasë edhe këto raste. Nuk ka qenë mirë për partin, sepse kjo nuk është adresu për, nuk është bo një tik por kemi vendosë. Në Drenas është më e lehtë. Pse? Sepse zoti Ladrovci është pjesë e PDK-s, ai ka sfidu një vendim të partisë, ka konkuru me një listë veçantë, që nuk është PDK, është një listë e veçantë, por ai ka thënë që në përgjedhjet e përgjithshme, në përgjithësi unë jam, domethënë e ka shfrytzu, tu e kundërshtu vendimin e partisë, e ka shfrytzu një formulë të tij me konkuru për zgjedhje lokale edhe me fitu mandatin e tij. Jeni nga Xhilani. Pase koha kjo i sqaron më mirë. Po, jeni rezervuar për të bërë pjesë e polemika midis Ladrocit e Krasniqit driton Hajdari apo ky kandidati që ishte atje. Shumica jeni rezervu. Patjetër për të mos bë polemika. As për të nxit, për të bërë katalizatori një polemikë edhe më tashme mbase të njohjes që keni pasur në kalumen, respektit ndaj vendimeve të partisë kështu me radhë. Jeni nga Xhilani, pa hezitin në rrethin e 2 të votimeve, kush duhet ta fitojë Xhilanin? Xhilani tash është fatkeqësisht nuk ka shku kandidati jonë, i cili kishte një paraqitje të mirë në fushatën zgjedhore, filloi të pëlqejej nga qytetarët, por nuk ishte koha e mjaftueshme që ai ndoshta ta tregonte këto dhe doli që në rezultat del kandidati vetëvendosur i cili është në pushtet, edhe ky i LDK-s. Kush ua ka kërkuar mbështetjen deri tash? Ua ka kërkuar dikush për rrethin e dytë? Jo, unë nuk di atje që... Juve personalisht si politikan një njohën? Personalisht nuk kom pas në kontakt, dorën zemër. Indiferent je? Jam shumë indiferent, masi partia jam nuk ka fitu atje. Nuk para pëlqen vlerësim për a kundër njërit kandidat tani? Kemi ndim? Unë nuk kisha dash se tash me thonë drejten, unë nuk jam i përfshim atje në të teren. Po. Edhe çfarë do lloj deklarate imja mund t'i prish punë është vetë partisë tame që janë atje, që mund të ndërtojnë. Unë menoj që partia Dega e Partisë Demokratike atje parapëlqen me lidhjen demokratike atje. Edhe lidhja demokratike ka një kandidat të mirë, besoj që edhe ai do të bëj fushatën e tij. Por nuk e di, nuk kam informata sepse nuk kanë tregu që kanë pas asnjë kontakt. Janë këto të ndihshme, po ajo që deshta me thonë është për Xhilanin, është më e rëndësishme se sa një kryetar me undru do politika që janë të orientuar me anet. Azon ka disa projekte që kanë dështu. Mos ta flasëm autostradën që e kemi nisë në kohën tonë.
kishim vonesë, kishim vretje pse se nesëm, pse se po ne nesëm, po atëherë u ndryshu pushteti dhe mbeti. Investime strategjike nuk ka në... U ndryshu në disa. Pastaj kemi stadiumin e qytetit. Ty ekipet më të njohura futbollit. Nga Gjilani Patjetër. nuk kanë vend ku të luajnë. Dhe çka ishte tragjike, dështoi atje ndërtimi, dështoi vazhdimisht përkundër premtimeve, pastaj u anulue, pastaj e mori vetë qeveria me ndërtu sjalas komunës. Fare. Në një qytet i bllokum në njëkohësisht me mundësit mëdha zhvillimi, sepse një qendër e Anamoravës tu pas edhe luginën e Preshevës, Preshevën Që e jashtëzakonshme blerëse. Në një farë mënyre, sikur është vetë qyteti, sikur duket vinë krejt qytetet aty e në qendër bllokohen, qashtu janë edhe politikat. Pra Gjilani nuk arriti me zhblloku, me bodo rrugë qarkore të merfilta, me qarkullu mallnat, ekonomia, biznesi, Gjilanit me u rikthy ajo fama e dikurshme e qytetit të zhvilluar. Vetëm kjo duhet me ndodhë. Unë jam favor kurdo që bën këto me mbështet. Po, je rezervuar, me qënë se kandidati PDK-s. Patjetër që po. Çka është prioritet për Kosovën e nesërme politike? Nëse jo, merrni në udhëheqje qeverinë. Cilat janë prioritetet më etike, më urgjente që i ka? Mendoj që krejt gjithçka që është prioritet është me ndru që qeverisë, me që qeverisë bëhet kur gjë. Edhe këto t'jem. Me këta nuk ecë. Por zhbllokimi i vendit tonë, zhbllokimi nga vend, shiko, kemi me t'izolum. Me pas një telashe, s'ki me kohë e bo laf. Thjesht me thonë, shkurt me thonë. Jemi t'izolu, mu zhblloku, Kosova duhet me marrë frymë. Me marrë frymë, me t'regu njerëzve që a këto. Nuk jemi në proces, shiko, kemi qenë prej vitesh dhe jemi, nuk kemi suspendu për procesit këti mekanizmit për afrimin tonë bëj asosim stabilizimit. Po dhe nuk jemi të punu. Hajde më thuni kur keni pa një agendë të këti procesin Prishtinë ose në Bruxelles. Fare. Është zavend kryeministri shkon për dialog, shkon veç me bloku, nuk ka, sikur ata të Beogradit, njëjtë, bile na ja u kemi marrë primatin Beogradit. Nuk ka fare, nuk ka proces, nuk ka kur gjë, në Kosovë nuk ndodh kur gjë, veç të pare që ka qenë vetëm në punë që i ka bo mirë, e ka rritë disiplinën me mbledh pare, me mbledh taksat, tu i shtëngu bizneset. Bile ata që si dënë mundësisht ka me i përzon kretë, se këtu mundësi ju apin tjerë. Dhe me thonë, Kosova është e izolume dhe du të mu zhblloku për me i dhonë mundësi të një cilës do formë që ka të bëj me zhvillimin ekonomik. Krejt agendat e Kosovës janë të stagnume. S'ka asë një që i të përpa. Na, nëse në fatin tonë më të keq, nëse kjo mënyrë e qeverisjes do të vazhdohej, unë e shoh Kosovën gjysëm të zbrazur për brenda një periudhë shumë të shkurtë. Do të thonë nuk këtë fatkeqësi, pastaj do të di si do të jetë mohabeti jonë për me zhvillu vendin. Për kohë kemi me fol. Është shumë tragjike. Pra, mendoj që fokusi kryesor do të më bëjë ndryshimi i kësaj qeverie për me dhonë mundësi hapjes vendit dhe futjes në agenda tona zhvillimore. E pastaj vinë të gjitha. Këtu kemi probleme me mënyrën e jetesës, me varfrin, me papunësin, me pagat. Shikoj, ka te kalu pritjet e rritjes buxhetit për shkak të rritjes normale, graduale që ka ndodhur, dhe nuk kemi rritjet pagave. S'ka rritjet paga, nuk ka, është e çuditshme. Ne kemi rrit pagat në kohën kur kemi pas vretjet më të mëdha për shkak se një pjesë të madhe të buxhetit për investime kapitale kemi çuar për autostrada. E kemi bërë se duhet me majt njerëz, duhet me rrit numrin e njerëzve që dol me najt të me punu ma mirë për vend. Krejt na kanë te kalu. Një shërbys civil në Shqipëni e kanë marrë shërbys civil të na kanë pas pagat më të mira gati në region. Po,
mësuesit, profesorët. Gati 3 herë kanë bo më të madhe se ku me najt njerës. Ke investu 20 vjetë në shërbim civil, në sektor të ndryshëm, s'ju ke rrit paga edhe ikun. Do të bie performanca e shërbimeve në shtetin ton me njëherë, edhe kjo ka ndodhur. Shko pyet tash në cilën do prej institucioneve tona. Përveç në pushtet lokal, varet për i kryetarve, ku janë i kryetar më i mirë. Inflacioni, çmimet më dha të gjitha. Shportës së konsumit, produkteve pas të konsumit, janë në shifra stratosferike, alarmante. Ky vend është... Rroga nuk është komplementare me... Që po ta thëmë mënyrën soj simbolike, ose vendi nuk ka zhvilluar, nuk ka këtu ka në farë kapacitete. Që vetëm insanëshet të nashta të çmimi i derivate që janë ma lirë, sepse mënyra e zhvillimit të është tregtar, ka shumë tregtar të marrin të shiten e kanë shu çmimin edhe qashtu dhe më thënë është. I vetëmi sen atraktiv ka me qenë qështu nëse medim në gjendje me artë tjerë të dhe në kufi me mushki rinë naftë edhe me ikë. Për gjë tjetër. Për çka duhet? Praziti, të falenderoj për kohën që ishe në këtë intervistë. Ishte knatësi, falenderoj. Prak një procesi të rëndësishëm politik, kur në Kuvend Kosovës pritet ta marrë ose jo për të besimin qeveria Kurti 3. Ta shohim se çdo ndodh të dielën në pritet të një opsioni serios politik të diskutuar aktualisht për shkuarjen në zgjedhjet e reja parakohshme. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.